Takimet mes delegacioneve amerikane dhe Ukrainës të Florida janë mbyllur me sinjale pozitive, por ende paralajmërimi se rruga drejt një marrëveshje përfundimtare mbetet e gjatë. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se bisedimet kanë qenë shumë produktive, duke vijuar procesin e nisur më herët në Gjenev. Ai konfirmoi se do të ketë takime të tjera brenda javësh, por theksoi se nevojitet më shumë punë për të finalizuar një plan të plotë për ndalimin e luftës në Ukrainë. Rubio nënvizoi se dinamika e situatës në terren dhe faktorët politikë të gjithë palëve po ndikojnë drejt për drejt me negociatat. Ai bëri të ditur si i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë, Steve Witkoff, do të urdhërojë drejt Moskës, duke konfirmuar se SBA-ja ka qenë në komunikim me nivele të ndryshme të autoriteteve ruse. Sipas tij, Washington e kupton mirë qëndrimin e tyre. Një deklaratë që tregon se procesi i ndërmjetësimit po zgjerohet në mënyrë aktive drejt palës ruse. Nga ana tjetër, sekretari i Këshillit të Sigurisë së Ukrainës dhe udhëheqësi i delegacionit të Kievit, Rustem Umerov, njoftoi se takimet në Florida kanë qenë të suksesshme, duke shtuar se është shënuar përparimi i prekshëm drejt arritjes së paqes. Edhe ai nuk është në detaje për çështjen specifike në tavolinë, duke e përshkruar procesin si të vështirë por produktiv. Megjithatë, burimet të AFP-s brenda ekipit ukrainas kanë deklaruar se negociatat nuk kanë qenë të lehta dhe se përpjekjet për të gjetur formulime të zgjedhje konkrete vazhdojnë. Raundi i bisedimeve në Florida shpise përpjekjeve për të hartuar një plan që të jetë i paranueshëm si për Kievin ashtu dhe për Moskën, një sfidë madhore duke pasur parasysh pozicionet thellësisht të kundërta të palëve. Në këtë kontekst, presidenti Volodymyr Zelensky ka njoftuar se pala amerikane po tregojnë një qëndrim konstruktiv, duke shtuar se ditët në vijim do të jenë vendimtare për përcaktimin e hapave drejt përfundimit me dinjitet të luftës. Zelensky ka zhvilluar bisedime dhe me drejtues të Komisionit Evropian dhe të NATO-s me synim koordinimin e qëndrimit të përbashkët të aleatëve perëndimor. Ndërkohë, në Ukrainë janë shtuar debatet mbi planin 28 pikësh, duke publikuar me zyrtar të administratës amerikane, i cili përfshin disa propozime të shtyra përpara nga Moska. Për shumë nga ukrainas, ky dokument shihet si një formë presioni që mund të nënkuptojë kapitullin pas gati 4 vitesh luftë që ka shkaktuar mbi 1 milion të vrarë e të plagosur në të dyja anët. Procesi i negociatave pritet të vazhdojë dhe me takimet e tjera gjatë javës, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me vëmendje çdo hap që mund të çojë drejt ndalimit të njërit prej konflikteve me shkatërrimtare, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me vëmendje çdo hap që mund të çojë drejt ndalimit të njërit prej konflikteve më shkatërrimtare të shekullit.